Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur në seancën e radhës plenare e cila nisi me debate për shkak të çështjes së Belinda Pallukut. Deputetët demokrat kërkuan që të mblidhet Këshilli i Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e saj, ndonse kryeministri Edi Rama pas vendimit të kushtetueses tha se nuk ka asnjë urgjencë për këtë kërkesë. Situata u tensionua nga fjalori që përdori Sali Berisha. Pas frazave të përdorura, mjaftoi që kryetari i kuvendit të ndërpres fjalën për fjalor të papërshtatshëm, ndërsa deputetët demokrat bashkë me kryetarin e tyre bllokuan foltoren. Situata bëri që seanca të ndërpritet për 5 minuta dhe të riniste sërish, ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taolan Balla i bëri thirrje Berishës që të liroj foltoren duke ju drejtuar se i gjithjetën i ka shërbyer Serbisë. Debatet u zhvendosën edhe tek protesta e Partisë Demokratike. Berishës dhe deputetëve të tij që folën për një polici të dhunshme, socialistët i kujtuan 21 janarin me 4 protestues vrarë në kohën kur qeverinë e drejtonte Berisha. Deputeti socialist Agron Malaj foli në kuvend për 21 janarin për të cilin akuzohet si ish komandanti i grupit të zjarrit. Ai tha se kjo strukturë s'ka ekzistuar kur, e se është pikja atyre që janë përgjegjës për 21 janarin, duke drejtuar grushin nga Sali Berisha. Malaj tha në kuvend se përgjegjësit e 21 janarit janë në sallë. Ngjarja e 21 janarit, një ngjarje që është pikërisht për turpin tuaj, partisë tuaj, por dhe të veprimeve të mos veprimeve tuaja, ka 15 vjet që pikërisht ky grup parlamentar flet për mua, për familjen time, për 20 janarin, për grupin e zjarrit dhe kush këta, që është e turpshme, që grupi i zjarrit në Gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrame. Por shpikja që bët ju për të devijuar gjitha ngjarje, atë situatë të turpshme dhe pikërisht ndaj meje, ndaj efektive të Gardës së Republikës, ndaj Gardës së Republikës atyre djemve, burrave dhe grave që i baltosët me pa drejt. Dhe e turpshme edhe për atë që sot deltu dhe folë në policinë e shtetit. Vërtet, unë do të them gjithë kolegëve, po dhe gjithë mbare opinionit publik, në të vërtet nuk ka ekzistuar kur një grup zjarri. Dhe ata që e bën 21 janarin, i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Që me veprimet dhe mos veprimet e tyre, krijoni një situatë të tillë. Krijoni situatë të tillë që është turpi më i madh për këta. Se ka 15 vjet që flitet në media, emisione dhe ku do për 21 janarin. Thjet për Agron Malajn, për 21 janarin që Agron Malaj nuk ka pas as Agron Malaj, as efektive që ka pas Agron Malaj marci, nuk ka pas lidhje me 21 janarin. Kur unë pyetesha para prokurorisë, kishim një ndryshim madh midis meje atëherë dhe ju sot. Ku unë kam deklaruar dhe kam deponuar që nëse një efektivim nën komandën time ka gisht në ngjarjen e 21 janarit, unë jam përgjegjës bashkë me to. E kam të shkruar. Po ju jeni përgjegjës për ngjarjen e 21 janarit ku e prorët e mi dhe mbi meje, se ju kështu e keni, për të anashkaluar këtë ngjarje, për të fsheh autorët e vërtet, u morët me ca oficer thjesht Gardës. Unë kam qenë komandant i seksionit 4, nuk kam qenë as komandant i forës speciale, nuk kam qenë as komandant garde, as shef shtabi, e me radhë. Kam qenë një komandant i një strukture ku unë kam marrë përgjegjësi për strukturën time. E kam marrë dhe e kam të shkruar të zezën të bardhë, ku asnjë nga efektivët e mi nuk ka pas gisht dhe ngjarje në 21 janar. Dhe më e keqja është që e baltosat Gardën me atë paturpsinë tuaj dhe sot vazhdoni prapë.